Asfaltimi i rrugës së Lurës që e lidh me Peshkopin dhe Rreshenin pritet të ketë impakt pozitiv në zhvillimin e turizmit në zonë, por kryebashkiaku i Dibrës Rahim Spahiu lajmëron se një tjetër projekt do të zbatohet në Lurë. Ai thotë se menjëherë pas përfundimit të asfaltimit të dy segmenteve Lurë-Aras dhe Lurë-Perlat, do të nisë puna për zbatimin e projektit për rivitalizimin dhe unifikimin e të gjitha banesave në Lurë, ku do të bëhet ndërhyrja në çatitë e tyre. Po ashtu kreu i Bashkisë Dibër Rahim Spahiu deklaroi se nga pushteti vendor do të ndërhyjet për sistemimin dhe rehabilitimin e ujrave të ndotura për ta bërë Lurën sa më të pastër e të vizitueshme nga të gjithë. Mbarimi i asfaltit parashikohet që Lura të ketë një bum të madh turistik, pasi Lura gjithmonë ka qenë vend turistik. Fondi i zhvillimit ka marrë përsipër për një plan zhvillimi me unifikimin e çative, me rrugë të bardha që do përfshin gjithë Fushlurën. Ndërkohë, bashkia do marrë përsipër dhe me plan buxhetin e këtij viti do të planifikojë sistemimin e ujrave të zeza. Investimet në infrastrukturë në Lurë synojnë që zona të thithë gjithnjë më shumë turistë në çdo stin të vitit, duke i dhënë zonës një impakt pozitiv dhe zhvillim ekonomik.